me gjujt dhe nga Solimun, ajo vrau atë jetë i vrau. Nga të ki posa? Bajrami ka të komplet për tjetë, tonë kohën me tonë në Seladini, na? Jo, hazir që i këni përmat për Ne jemi konë në të momente ku kemi ronë prit, e kemi tutër hikë për tjetë, ka nërë plumat, që me thonë të është të gjura fondet, që pa ka bëzën kryu ka vërë shëki për s'kenjë, ta një konë Azizi, para këti, unë një më konë mas Rahmonit dhe më rushit, e kom di që këta janë pak ma praktikun, kom shku në stëp për mas tyne, kom shku 4 vit për ta dhonë pas tyne, ta në kanë kur me kuj me gjuku, mu për djekë krejt në kanë këtu. Tani në të momente, disa dhe e më rushit kër e kom po luma që e kanë rëjë për qanë, në që për qanë momente kur të duhet ashtë që u vro po foti, kja se suj, në të moment u plagas edhe ropi, në një shëp tjetë atë, i kemi të hikë bashkë me këtë Azizin. Dhimën e por, mas borja ka dhonë e më rushit, e ka lirë provin. Tani lëtura që e ka lirë provin me posha, e të shtë po. A i ke s'moj kas me hejtën, krohit tjepër, që është të indihmu për tjetë. Bashkë me këtë Azizin, në shpirësha për mas, ka pa. E Bajrami krejt shuk në kanë imuar. Por dikur, nga dhe shumë, nuk më kemi hitë. Disa ojtë janë konë për porat, Azijë, Rukone, në umit e tjerë. Nga hetë që nuk kemi ndonë hitë, vetëm kemi hitë. Se shkëshin këta për pora. Dikur u ledhë ropi shumë, nuk më kemi hitë, e kemi lidhë me një tuj për porën gjykësure. Azizë e ka shtirë në stëp e kam ngrej. Gura u ladhë shumë, sa që përbej të dhejtë e lenëm që të drohne për këtë Azizi i theshte ma pora dhe të bejtë të krejtë të se s'kojnë. Dikura, unë e poshtë që u ladhë shumë, ropi tha, shko lejmëroju për pora tjetë që dhe të vinë me kuarcin e të moj me hetë, no? Në shkova, e lash Azizin, me ropin, a e din tash që shka ka duhet e. Aziz, ty të i ke lem? A i mund të i ke lem, ti pështo për veti mos zojnë o ty. Po, unë e vendosa që ato me lon ju, a i të ke vrom, a më pushkën të vroj vetin. Por unë nuk e kom posë ndërmen me lon, sa i vetëm krajnë e ka posë, i plagaz vetëm krah. Me një shak se di drenicës sa konë, pas i shkaj kësë lejdinit, e këna morë për pjetë ka dal zave qavë nga përburë, një në që këna dalë dhe në maja pashtrikit. Atë e këna hu pullën ofër 3 orëve, se lusën e të fillajshëm jegëll e moha, a 110 metra i kishëm shokët e tonë, nuk më ishëm një pasë ku janë. Bore, moha, njegëll, me qavë. Të e thirë, unë e thesh në Rahman që më orë më në ndemu sa i ushtrinë borë vetë. E janë orë tonë, tani shumë donë vinim të i poshtë, të i tujt, e në kanë marë. Të e atjihit. Dhe qaj shumë ka hingve që shka gjali fort për. Gjërdejti. Në ka bërë pasu për. Por në ka bërë pasu. Kur gjakës ju ka nalë prej plagimit që ora 5 sabaj, deri 3 mas dite në stëp që ka shku të pilgja. Ashtu që ata që i këna mujtë me pështu, që në hek për atyjit, mirë jetë ashtë, fort. Jena forcu mirë, a i plagës një mirë, fort. Ka që edhe këbekimi o son para neve. Po mirë, traugen e burës të në gjonë që janë mblejke bura më neve. Po i shfar trauge më, prej me mollë, se poshe shokin 10 metre e trauge, veç shumë shtira. A një vërshok e vlasni familje që një mund vlavit tona të
që na kanë plagosur. Se vëlla kena ato gjithë. Edhe kur na të muin do t'i ndihmojmë ashtu. Gjithmonë. Si sta se me dini aty ka moment të vështirë, sa aty dush ushtari me kry rolin e komandantit. Sepse me të vasisoj edhe dush tash të ushtarin, ata ushtarë që kanë me përvojë më të madhe, a dush me pyet ata, dhe ata e kanë pas borë me na drejtu ka tek e qysh. Si që ceki ky rastin e Po si Rahmanit. se që për shembull rastin e moshit të Rahmanit. Aty ushtari a dush me kry, me ka vigilent dhe me kry detyrën e komandantit, dhe ka komandant. Dhe këna patën farë për mund. O hoq, unë dhe ishtë atë vesh ty kështu personalisht. Në rastin e këtyre djemve se me gjithë se këta e kanë pësue që kanë qenë prezent vetë, po njëkohësisht e ke pësue dhe se ti ke qenë prezent gjatë tërheqjes tyre, sidomos atyre që kanë qenë ma traumë, ma plagosur, prej brezit kufitar dhe edhe këteti që i ke vendosën ata në spital të smutit, që kanë qenë disa plagosën, disa të mërdheft, po faktikisht ata se të gjithë kanë qenë traumatizuar. Kisha pas dëshirë kështu të në rëkajsh aty paka shumë në të rrjedhë si ka qenë se këti qëzim që të vaj shokën spaku dikush aty në mesin e tonëve, mesin tim ku punojnë me ata shokë, mesin e qytyne që i kemi bo paka shumë dhe në një organizim që i minu me bo për ndim t'juje personale, në faktikisht s'mun në krasu me ato shka e jetë një jo, po ta dëshirë ty t'i zishe disa fjallë, na tregojsh pak si ka qenë rrjeta, njoftimi, ata me njoftu edhe ato vështërësit e ju, me gjitha e kam paraqysh së një përshkuni as të as kërkush ato vështërësi, po s'paku bëllet kemi një informacion. Faleminderit bashkë me veç ma fjallën, edhe unë pak në pikat shkurta dhe isha t'i di pak të kaluma sa të kërës të jem të momentit e fundit. Shumica e din, për ata që se din, që të ta shikojmë të asejt, që nga 3 mars jam ushtari u Shqipërisë, në fillim kam vepu në Drenicë. Kam qenë ushtari se për bashkotës, 3 muajt e parë, një jetë kam qenë një plagosur në dijen e parë të frontin Drenicë. Pas 3 muajve kam kaluar me leje të shtabit përgjithshëm si themelus dhe furnizues i zonës të Neredimës që është tani. Kështu që nga Koriki e më detyruar të kaloj në zonën e Neredimës, kam filluar të marr ushtar, njëherë me një numër shumë të vogël, por fatkeqësisht me ndihmën e gjitha shqiptarëve, nuk mund të cekim me emra ose me organizata ose nuk kemi atë histori as pak gjëra politike. Kemi arritur që herën e parë me 5 ushtarë të ma të tërë të tjerë në të zonë. Pasandej, kështu që kam filluar, kam bërë një 18 lëvizje ana vitit kaluar Kosovë Shqipëri. Kam pas raste të ndryshme. Kemi rënë prita, kemi pas edhe humbje ndonjëherë ndoshta, por më shumë kemi pas suksese, fatkeqësisht me vullnetin dhe rrugën që kemi marrë, e vetëm të facilojmë vendin, pa kur pa përfitime, as ndarje partijake, as përfitime personale, as për ndoj interes apo tjetër, jemi njësa se rrugës dhe na drejtim na kanë ndihmu edhe Perëndia i kurrë fare. Se një njeri që është rrugën e drejtë, edhe Zoti është me të. Dhe Perëndia e cek nuk do të fillojnë të ka teja po e cek për një popull ku dëshiron ta kur të mundohet të ndryshojë gjendjen e tij e vetë edhe do të ndihmoj atij. Ne jemi duke munduar më. Kam pasur shumë raste. Po kthehem kështu te fundit e rastit fundit të këta shokë që falen pak më parë që janë të ta ushtarë. Shumica prej tyre ka qenë hera e parë që kanë marrë rrugën, kanë qenë gjysh herë, ushtarë të kyçur, dikush ka ardhur, dikush ka ardhur për një orë, dikush ka ardhur më herë, dikush ka ardhur ashtu, dikush ka ardhur për një mushë të tjerë. Se çdo njeri ushtar këtu që vjen, pakën mos mund asgjë, edhe 3 ushtarë tjerë i vesh atë në mes atij. Kjo grupa që ka ardhur i ka ardhur pak më shumë shumë. Nuk ishte shkaku te ne, te une, ose te dikush tjetër, po ishte shkaku i përgjithshëm, shkaku që ato ditë ishte kësuar gjendjen kufin dhe auditoru ne.
djerë që nga momenti I parë, që ku kanë ardhur këtu, nuk kanë dëshiru të rinë këtu, se janë ardhur që të armatosin të herë. Dëshia aty nuk ka qenë që ndoshta bana 2-3 vite të herë më janë. Po fatkeqësisht që edhe shtabi I përgjithshëm, jo që ky është dhe gjithë ishin detyruar që presin një kohë. Kështu që ka ardhur momenti që ta marrin rrugën. Kanë qenë një grup shumë I madh, prej 45-ve kanë qenë gjithsej. Kur them kështu I bashkan gjithë së gjithë jetë asaj zonës dhe ashtu kam qenë si përgjegjës për ta ka pas edhe të brigadës të qenë të nishit, po të brigadës të qenë gjatë e një të nërësimës, edhe të leonit edhe ne nga ona që qinë. Momentet e fundit para se mu nisem, nuk do të seki ase si ka ndodhur, ase ajo është fatkeqësi, e ka ndodhur një tmerr që kanë po ndoshta se ka humbur një grup shumë I madh I ushtarëve. Kanë humbur disa trima të mëdha që ndoshta edhe me një falsi më të madhe si mi pasuan, ata që mund me pas sukses apo më e kanë lavë si keq pak kope. Ka pas shumë ushtarë, dihet keni një gjë për shifra, nuk do t'i thej jo. Por vlen përmendet se nga grupet e tona që kanë qenë më të ushtarë, nuk janë më mesin e tonë nga 2-3 grupet të përgjithshme. Për disa veç konfirmu lojë me sen vdekur, për disa nuk tjerë. Kurse këta ushtarë që kanë mësuar atë, ta më një kanë praktikë pasi që nuk kanë qenë ata. Kanë qenë detyruar që të cilë dhe të rritë të presë dhe një tjerë dhe gjëra tjera, dhe një më tjera. Ta kanë përjetuar, mund të them se ndoshta ndoj kush këtyre ushtarëve të ri që s'ka pas rastit. Merë drejt për drejt në vijën e parë të frontin luftë Kosovë, aty ka qenë edhe më vështirë. Se kur thjesht në vit parë frontit, çdo njeri e di se armikun e ka përballë, kurse aty nuk e ka ditë se nga I vjen plani. Aty kanë qenë befasuar. Kanë kallëzuar në gjithë atë guximin dhe atë tërmërinë, atë vendosmërinë që kanë pas vetën. Çdo njeri besoj se që ka pas ormendor nuk ka nejt pa shkret paktin I plon, se kanë qenë ashtu të rrethuar. Këta kanë qenë më të fortit, edhe ata ishin të fortë, disa që ka marrë ploni, e disa që e mërdhin, e disa që e në kapën. Por unë prapë them nga ajo se ata e kanë vendin të perin një në rënd parë, shëhet janë, është dhimbje, sidomos për ato familje që jenë metë, se për ata janë shumë të pastër, ata në vendin më të bukur, edhe e di në rrugën se për shka, për atë dhe për asgjë tjetër, vetëm për ato. Por, në këtë moment, nuk du as ata se ishin të rima se në, por për mua, këta që kanë shpëtu, ta janë më të nevojshëm, se këtu nuk pesmi ende. Këtu mund t'i faleminderoj edhe ju që kanë arrit një përballu ati kohë, ka qenë kohë shumë e vështirë, borë, I thotë I madh, jenë 2 ditë 2 netë, që ndërë mes plumar, mes armikut, edhe mes stëpit. Pa ushqim, pa ujë, pa asgjë, dihet pak mirë. Unë, që në moment kam dëgjuar nga informimi që kanë një grupë, jam të qysh një njafë natës me një treshu, nisëm në të shkoj të pju afre ndikme. Ku kam mëri, në ora 10 kam mëri në zonën e kufinit I në hasë, në drash, atër vesa këshin ardhë 2-3 ushtarët e parë që të grupë. Jemi ndihmu që të monë, disa kanë që të mërdhin, disa kanë përjetu të merë të hatashme, disa kanë marrë trauma psikike, momentet e para. Unë kam pa asë rasin që lënin të mbyllin se ciloj klape, por u tremshin ku kam shokër, ku kam tjetër të ndë ku kam krahin E djathtë, se kanë përjetu disa momente që as këta vetë, po t'i pytesh nuk din më treguar se si ka qenë aty. Jenë humbër. Tani dal nga dal vinë duke fillu, por përsëri nuk mund t'i vinë gjithë ato që kanë përjetuar. Tyno, unë që kanë arrit një bomballë atyno, unë I munduan me këta shok tjerë që kemi qenë këtu, t'ju afrojnë tyno në dimën. Dihet se 2 ditë e para nuk du thash edhe njëherë fillim edhe po përses që ta cenoj asë një njeri, asë nga shtabi, asë kanë por. Këtë kanë vërtetuar edhe ushtarët dhe kanë pose në ato momente pe disa njerëzve që lëvizin në Tiranë poshtë lart, edhe që thojnë unë jam ai, tjetër ndihma nuk ka qenë fare. Po fatbarësisht edhe I faleminderoj atë të edhe në fund, gjithë, por që tani pasi po bie fjala, edhe ata shokë që kanë dërguar një kërë, një makinë që kanë dërguar për neve, se edhe ajo vetëm ato ditë ka pagu vetë, vetëm ato ditë e ka pagu vetën, kemi bërë disa në spital, disa I kemi me fundime vetë, e kemi posën edhe I sufin, të fermierin, edhe kë
ka mundin e vetë dhe ka të regu një këtë do të marë, dhe një gjithë shokëve, kështu që ne nga ai grupë që ishin 22 prej tyre, kanë arritur që të shpëtojnë dhe t'jenë sot këtu. Ndoshta gjithë nuk janë këtu, po janë disa në banesa të tjera, ose dikush ashtu të një vizitë një mik ose të një shok. Një 3 prej tyre janë në gjendje pak më të vështirë. Gjindën spitalan. Gjindën spitale ende, pasi me dhe ata, dhe presin ata shënime, po edhe prej këtyre këtu që janë. Ndoshta dikujt do thotë se gjithë janë qëruar, por mos mendon ashtu se ka prej tyre janë që ose ka të mërdhim, ose ka ndonjë problem tjetër, ose janë smut, nuk janë ende bashkë. Fatbarësisht këta djelë kanë artu, jeni munduan, kam kërku në dim nga gjithë se e din vetë ushtarë, nuk du të flasë, unë ushtarë kanë të folë, nështë edhe të flasim, se në qëfar kushte jeni me të punën, e din vetë çfarë gjendje ka qenë vljallë, e din çfarë ftohti ka qenë, nuk ka pas as dritore, as gjë. Jem detyruar që të kërkoj nga shtabi i përgjithshëm, që t'i lejoj djetë që din disa shenë për mjekim, disa për shërim që kanë pas mëndje tjera, disa për rehabilitim tokës, që të pushojnë pak në Tiranë. Ata i kanë leju ushtarë me le ty një njartë këtu, duke i falimendruar, jo vetëm tanë, pasi po i të falimendruar, por edhe hera tjere kur këta ushtarë nuk kanë qenë. E ne, nga një fond që është ka qenë i tubuar për komunën e Shtimës, nga bashkëdhëtar tonë Zvicër, dhe njeriu që ka qenë i autorizuar, bacit me dhe jo vetëm tani, por edhe hera tjera ku ka marrë vetëm, nuk kanë të ushtarë, jo vetëm, por me shok tjerë që tani janë menda ati në Kosovë, ndoshta disa nuk janë mesin tormo, dhe na ofru një ndim mjaft e mirë. Mund të them se në krahasim me pika tjera kemi qenë dalluar. Nuk kemi pas një përparësi, jo nga ajo që është mon një vlerë nga qeveria ose nga shtabi i përgjithshëm, por nga ai organizacion ato njëtë që kanë qenë të buar vetëm të komunës Shtimës. I falemendrej edhe bacin me te, edhe shumë tjerë që kanë punu në këtë drejtim, po këta kryesisht që ka qenë çdo herë i gatshëm leç me afrojnë ndihmën, po edhe vetë ta bin ju që të vi me mollë të shoshok dhe ka ardhur, mund të them 4-5 herë nga vitit kalum, këtu të na afroj mjetës. Edhe në këto momentet e fundit, kur ishte mëse e nevojshme, ajo ndihmë, kur nuk dija as vetë ku të rëkitja, djelë që kisha martur, atëherë erdhen baci me dhe më afrojnë ndihma, kuptohet, ndihma të mjaftueshme, që deri tani kemi arritur të kalojnë këtu, dhe besoj se edhe një kohë gjatë do të ashtim në ato ndihma që kemi. Jemi stacionit të Tiranë, kemi marrë banesën, jemi mundu që gjithë janë zbashku. Ushtarët në një gjë kanë qenë shpëtuar, kanë pështu e në orë mirë habitu. Por një gjë që mund bërë ende se kanë po disa gjëra, kanë të gjithë disa fjallë, disa sene që ndoshta në një që mësë që në gjithë fare. Por le ta dinë edhe këta se tani për tani edhe çdo herë, edhe për fora historia një se lufta nuk bëhet vetëm me orë, lufta bëhet në çdo drejtim, me financim, me mjete, me njerëz politikaj, me thashatame, me gjitha ato janë lufta e ko, gjitha ato. Është një që qësor nga shumë, këtu që janë, kanë arritë të kuptojnë se edhe disa njerëz që mirën me furnizime, disa njerëz që lëvizin nga nërgjimi nga diaspora dhe viktor, edhe ata nuk kanë asë lehtë. Nuk kanë edhe ata asë lehtë. Se shumë ma e mirë, po flasë, po këthejmë të vetë vetja, por besoj që edhe ata njerëz që mirën me këto punë, s'kurson që janë tani që janë mirë kohën e punët, shumë ma mirë për mu ishte dhe ma i lumë të do t'isha këtë po betohë në Zotin që t'isha një pikë dhe kisha valore s'ku disa tjere, e mas të vizitor. Se asë gjë nuk ma bëmë, nuk po du kështu të them për vetë vete, por kur jam këtu edhe në peshe shoh se shumë humbi, kurse kur jam atje edhe kthejhem bi ma shnash. Pse nuk kam jetë, nuk kam lajme, nuk kam gjëra, nuk kam thashe thëna, jam vidre, aja është gjëja më e vogël. Tani, sa për fund, përfunduar, na gjithë jemi këtu, kemi pas sa probleme, këtë kanë kuptuar ashtarë, nuk du t'i cekë këtu, se një grup njerëzës është që mundohet me mishin me shpirë dhe tërë jetën, por fatkeqësisht ka ata njerëz që njerëzit kur t'i shohin rrugën e drejtë dhe për të mirë dëshirojnë të pengojnë, por ata janë është një numër i vogël shumë dhe besoj se kurse si nuk do të arrijë qëllimin, se ke lutë ka marrë dhe do të merr deri në fund, deri te dora. Dhe sa për fund, desha t'i përshëndes për mesoj kasetët që do vjen atje,
gjithë këta bashkëdhetarë që janë aty, që na kanë ndihmu, çdo njeri, çdo mënyrë, dikush me mjete, dikush me ndihma tjera humanitare, dikush tjetër me gjithë atë. Edhe dikush ndoshta të paktën me një fjalë bukur të ëmbël, se edhe ajo na nevojitet. Mos mund të kush bile me një fjalë mirë, mos ta thënë askan. Se jemi luftë me Serbin përballë e më duket se tepër është të kemë edhe fjalë tjera. Mos të paktën një fjalë të ëmbël, thuaj një fjalë të mirë, se gjëja më e bukur është për mua, për mendimin tim, se nesër pas nesër do të vjen Lilia. Ajo është e rrallë. A ka ma krenar se me dalë ball hapur, se jo me shti kokën në kamp, edhe me thënë kuku bre, ç'bëra unë. Aja është më e bukur për njeriu, që del ball hapur, çdo njeri do të del ball hapur, ai që të paktën mos pas mund as në një mënyrë, as financë që ka oficialor, po të paktën e ka dhënë përkohje me zemër, me shpirt, edhe ai është rreve. Çdo njeri edhe që ushtar, edhe atë se ka dhënë ai kontributin e vet. Ne dihet se ne jemi pak më vështirë, jemi luftë, jemi, por edhe ata janë me ne edhe na me ta. S'mundëm asnjë. Unë kam thonë ushtarëve disa herë, por edhe për përgjithësi, kam pas vrejtim nga gjitha krahët, nga gjitha. Por vetëm një gjë, nesër pas nesër, kur do, po se vdes, askush, nashta nuk do të di vërtetën, por të paktën Perëndia e din. Ajo e din. Ato e kam bërë për atë tokë dhe për Zotin, që ja kemi obligim asaj toke. Se për njerëzit, ata flasin çdo njerë. Por këtë desha ta them se unë për veti asnjëherë nuk jam munduar që them ja parat janë të ati, jetë ati jetë qeverisë. Jam mundu se çdo njeri ta kuptoj se çdo mjet që vjen nga jashtë, dikush ka bërë me qëllim, dikush pa dije, dikush me dije, është për çit popull, është e çti populli, është dije se baballarëve tonë, vllazërve tonë. I faleminderoj ata me zemër dhe me shpirt. Për fund, dëshiroj të përshëndes gjithë ata që janë jashtë, që do ta shikojnë gazetë, se i faleminderoj deri tani me atë kontributin që kanë dhënë, edhe i los që edhe tash e tutje të vazhdojnë së mendima, se ne do të luftojmë me armë përballë Serbit, por nuk mundemi ne pa ndihmën e tyre. Kështu që jem lidhur s'kuj mishi me kocë, mishi dhe lëkurë në trupit njeriu. Se në ta presh asnjëherë patjetër s'mundem. I faleminderoj gjithë, përshëndes, edhe bacin me dhe këtu për përshëndes edhe faleminderoj se ka do një udhë, askush mos e thotë se njeriu ndoshta ka edhe si ti, imagjinu si në por të paktën këti e shumë tjerëve jam kam po nga njëherë dhe lëtën. E vështirë është njeriu një lëtë ta bëj. Po të nalesh 20 orë ose 40 orë, lexojsh Kur'an, edhe duke pa frikën e Zotit, edhe vështirë është të kalu një lëtë. Kurse neve, unë arrejt në unë ose vllavi, shumë shpejt e dhe lëti, ose me një gjanë nga dik vllavi. Këti, ndoshta as vllau s'ka rezervë, por për te kanë gjithë vllazët, dhe ka pas atë një edhe tjerë. I përshëndes, kështu që ju uroj që edhe ata të punojnë, mos të ndërprejnë nga puna, ka njerëz boll, kush është janë, ne jemi atje, ne jemi nevojitëm ndihmë atyre. I faleminderoj gjithë, sidomos i përshëndes edhe ju uroj edhe atyre njerëzve që janë nevojshëm. Kështu që për mua një paqe tjetër, gjëja më e lumtur është që o Zot, për derisa vetëm një kasht, si thejmë ne, ta qest mirën e popullit, mbaj ma jetën, atë ditë që e shef që mon nuk jam i nevojshëm, atëherë nuk të jetë atë e për. Atë e të Perëndia më së miri, i përshëndes gjithë, dhe juroj jetë të umëtur, gjatë e di se nuk ka jetë umëtur të ta, kur jemi në ringje, po letë mundohen që të paktën sa ma shpejt të arrim lirin, edhe besoj se shumë afër është afër shumë afër. Ka që sa për onë, mund të flasim gjithë, kemi këtu, musafir edhe një oficir një, por ndoshta ka folë më para, por nuk ishe, edhe kë mund të përshëndet, që ka po të rëskuar. Kemi njerëz, kemi nevojë shumë, sidomos për njerëz që kanë përgatitje ushtarake, për njerëz me akademia, për njerëz ata, pse ata në ndihmojnë. Nevoja aty në shumë ma marë, kaq, sa për mu, se për meje, i përshëndet gjithë, edhe ty bacit, me deturoj rrugë mbarë. Faleminderit. Faleminderit hoxh për gjitha këto shkretare. Faleminderit për kontributin që ke dhënë si person. Me gjitha të vërstetik,
tua spaku që i kumë poni i ti, nuk do të falenderoj në bazë kasetës që janë prezent këto, ose që jeti personalisht prezent. Unë mundimin të me gjithë se unë me ty fare për herë të parë ku më kanë dërgu mua atë komunësime. Po erdhe rasti unë jaftëm edhe kështu që tash e tutje, jo dhe vetëm e mu, po kemë nevojë të në herë për njëri tjetrin edhe t'jenë bashkum edhe t'njifemi. Në këtë aspekt më falenderoj se e di kontributin me gjithë atë sa e këva. Edhe derisa të thamë, tash i falenderoj edhe ata shokët e mi, edhe ata margjimtarët, edhe ata që punojnë me mua, për kontributin të dhënë që e kanë dhënë, se nuk do të thëtë dikush e ma shumë, dikush ma pak, që e kanë bo këtë organizim, që e kanë bo këtë ndim, pa morë parasysh që ka morë mesin e ju që jënë kojtë cekën, apo dikush tjetër do të thëtë që u ka ndollë zëtë edhe ata me një fjallë juve. Edhe në bazë të këtyre fjallëve, jo vetëm tua që i the, po edhe të shtarve, shpresoj që një organizim të tillë të vazhdon, se edhe ata mes kësaj kasetës, po para se të bëjmë këtë kaset, e kam bindjen se dhe t'jenë këtë mendim se po mos të ndihmojmë na, faktikisht edhe juve edhe do të ngeli. E kam mendoj që kësaj radhe nuk do të mbetëm në gjysë se o do të fitojmë o do të vdesim tonë. E faleminderit edhe për juve gjithë këto, edhe për te hoq, edhe për këti e prorit, po njëkohësisht e falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar se pa kontribimin faktikisht ashtë të mëllë vërtetën unë vetëm si margjimtar edhe ne nuk e kemi letë. Nuk do të thëtë qëllimi i jonë i gjithë margjimtarëve po flasë në margjimtarëve, vetëm për një arsye që nuk e kemi letë pëse në parë, se por e i këtë letë, atë kur e ki. Po për një është shumë e rëndë se jo jeni në vendin e ngjarjes, si një matë rrezikun jetën se na e keni fakt saksisht, por ne kemi dhimbje më të madhe se njëri aty ku nuk e përjeton, nuk është në atë mes, e ndim vetë si mungesë dhe ndim vetë si më dot shumë. Faktikisht na përshëndet më dot se jo. Nuk po flasim nga frika, po nga të hutje që i kemi në shlisë neve na më dojnë mas pojnë gërbeti si gërbet. Por në rënë tjetër, në që situatë që jemi ne kemi në atë aspekt mërzi edhe dhimbje më të madhe që jemi në rasti konkret. Dhe shumë kombini që jeni më të fortë se na, por jo e në bani frontin, ne do të mundohemi atë mundësi të tona me ndihmue me mjete financiare edhe të presoj që shpejt është do kemi një fitorin në sukses. Ju falenderoj qëllë. Alloj hoxha, se në ka një mund që jona, shë ka kontribu hoxha, edhe me të përdu drejtën me që dramëzja ka qënë hoxhës. Kjo me miliona herë ka pagu vetën vesh që atë që orë me animoneve të lërgusën e lërcën të dhe që në hundë. Në të retë nautës i vetë me kjo që ka mbrinjët i nërë, të në ka ndinë për gjithë shka. Boj të lërgusën në pitole, ku ishtë nevuja? Fort ka kontribu atë. Pa e faleminderit tash. Zotë një hukëshin gjinja, zotë. Tash po thon faleminderit në radhë por aty në njerëzve që e kanë bërë këtë kontribut, edhe kanë posë kumja dërzu. Po mas atyne edhe këto do të më falenderu që ata ja kanë qukë ti, po këtë me thonë e ka shpëzua. Se tim jetët me silë mjetin edhe mos ta shpëzej mjetin, dhe me thonë nuk ka mundësi. Dhe me thonë aty në atë aspekt s'ke bo kurgja, po falenderit me gjithë atyne më gjimtarëve, po edhe piktina që ja kanë qua takti, ja kanë silë dhe kjo e ka